Përshëndetje të gjithëve. Rikthehemi me një video tjetër rreth inteligjencës artificiale, meqense videon e kaluar që e kam publikuar në për gjitha platformat e rrjeteve sociale ka pas shumë reagime pozitive, andaj ju faleminderit. Kësaj radhe kam vendosur ta sfidojmë inteligjencën artificiale në gjuhën shqipe. Le ta shohim bashkarisht se si do të jetë rezultati që ne do t'ja kërkojmë në gjuhën tonë. Siç e ceka dhe në videon e kaluar, Photoshopi në versionin e tij të ri e ka të integruar inteligjencën e re nga kompania Google, e ashtu quajtur Gemini, që shumica prej juve besoj e keni provuar në celular, dhe ju që nuk e keni mundësinë për ta bler Photoshopin, mund ta provoni falas në aplikacionin e Geminit në Play Store, App Store apo direkt në webfaqe nga kompjuteri. Do më thëmë provat apo demonstrimin që unë e bëj në Photoshop, ju mund të provoni direkt në aplikacion nga celulari nëse ju tashmë keni një Gmail llogari dhe jeni mbi 18 vjeç. Ka opcion edhe me pagesë për mundësi më të avancuar dhe kërkesa të ndryshme që edhe vetë nuk I kam hulumtuar, por diçka që do të bëj unë në këtë video mund ta bëni dhe ju vetë në celularin tuaj. Për ta provuar në gjuhën shqipe, kam marrë 3 fotografi të mia të personale dhe kërkesën do ta bëjmë shumë të thjeshtë. Selektojmë gjithë fotografinë dhe me fjalët tona kërkojmë atë që duam t'i bëjmë fotografisë. Për shembull, të rikrijojmë këtë fotografi me një parapavi tjetër të zezë dhe bluzën që e kam të veshur ta zëvendësojmë me një këmishë të bardhë. Për ta ndryshuar prapavin në fotografi, besoj shumë prej jush din ta bëjnë edhe nga celulari. Mirë po ta ndryshosh veshjen është shumë e vështirë edhe nga Photoshopi, thuajse e pamundur. Tani ta shikojmë rezultatin e inteligjencës artificiale. Koha e gjenerimit të fotografisë apo kërkesës që ne I kemi dhënë është në të shumtën e rasteve mesatarisht e njëjtë, varësisht edhe nga lidhja e internetit, por nuk dallon shumë kërkesa prej kërkesës, koha e gjenerimit është thuajse e njëjta. Dhe për ta bërë diçka të tillë ne rezultati fenomenal. Për ta bërë një gjë të tillë ne me dorë do të na duheshte disa minuta, me siguri mos them 1 orë, dhe inteligjenca artificiale e bën në më pak se 1 minutë dhe kupton kërkesën edhe në gjuhën shqipe. Meqense dikush ma kishte tërhequr vërejtjen tek video e kaluar, kisha bërë një gabim të një shkronje, në vend që ta shkruaj dhe background, e kisha shkruajtur në shqip dhe background. Por një fjalë jo, por ja të gjithë fjalinë në gjuhën shqipe nuk e ka as pak problem inteligjenca artificiale, dhe me thënë mund ta përdorim edhe në gjuhën tonë. E tash një sugjerim që rezultati të jetë sa më I bukur dhe mënyra se si funksionon inteligjenca artificiale me aq sa kam ndjekur mësime të ndryshme online është mënyra se si ne e bëjmë kërkesën. Sa më e detajzuar është kërkesa jonë dhe më e gjatë, rezultati është më I mirë se sa të shkruajmë shkurt. E tash jo çdo kush din të përpiloj fjali të gjata dhe të shkruajmë shumë çka, por mund ta përdorni në këtë drejtim ChatGPT-n. I thoni ChatGPT-s më krijon një prompt apo një fjali për të gjeneruar fotografi me inteligjencë artificiale, qoftë në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze, për ta bërë këtë qëllim. Dhe mënyra që do t'ja u shkruaj ChatGPT do t'jetë shumë më profesionale dhe rezultati do t'jetë shumë më I bukur. Ajo është një metodë të cilën shumica e kreatorëve e përdorin për ta bërë qëllimin e tyre që duan të krijojnë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Kjo ishte shembulli I parë, tani të provojmë një fotografi tjetër me një kërkesë tjetër. Në këtë fotografi, për shembull, të kërkojmë diçka më tepër dhe më të vështirë ndoshta. Të rikrijojmë këtë fotografi duke ndryshuar ambientin
në prapavi nga ngjyra e zezë në një dhomë të mbushur me kompjutera dhe pajisje fotografike. Nuk është ideja vetëm ta ndryshojmë prapavinë. Ne mund të bëjmë një prerje dhe mund të vendosim çfarë do lloj prapavie. Mirë po, ajo çfarë e bën të dallueshme një fotografi të montuar dhe nga ajo reale, në të shumtën e rasteve gabimet janë tek ndriçimi. Sepse ne nuk mund gjejmë një prapavi eksakt sikur kemi qenë të ndriçuar ne në fotografinë tonë. Dhe ajo çfarë është për t'u habitur është mënyra se si inteligjenca artificiale bën kombinimin e kërkesës tonë me fotografinë tonë. Nëse e vërejmë për shembull tek ana e djathtë e imja në fotografi, kësaj ane jam më shumë i ndriçuar dhe prapavinë mundohet që ta përshtati edhe ngjyrat, po edhe ndriçimin. Për shembull, si i kërkuam pajisje fotografike, kompjutera dhe ja ndriçimi bjen nga janë, këndej përputhet kjo pjesë. Mundet me të njëjtën fjali të klikojmë edhe një herë të gjeneroj fotografi tjetër dhe do të jetë e ndryshme, dhe kështu duke vazhduar kohë pas kohe mund ta zgjedhim cilin model të gjenerimeve na ka pëlqyer më shumë dhe i themi krijo apo rikrijo diçka të ngjashme me këtë që më pëlqen më së shumti. Dhe rezultati, përveç se është i shpejtë, është i pakrahasueshëm me atë çfarë mund ta bëjmë vetë. Ja, tani ngjyrat përputhen më shumë dhe kjo i përshtatet më shumë fotografisë. Ta shfrytëzojmë këtë ambient, edhe pse besoj që do të bëjë edhe disa ndryshime edhe ambientit, të kërkojmë tani të zëvendësojmë këmishën time me një këmish të zezë. Të shohim kështu direkt vetëm një kërkesë për ndryshim. Dhe kuptohet krejtësisht në varet pak edhe nga kreativiteti jonë se çfarë duam të bëjmë. Tani unë po bëj krahasime me përpunimin e fotografive të gatshme. Ajo çfarë është më interesante do t'ja demonstroj në vazhdim. Të shohim se si do t'jetë ndryshimi i radhës dhe sa do t'jetë i saktë. Tash i ka kthyer ambientin, meqense se ambientin nuk e përmendëm kësaj here. Ambientin që kisha me fotografi me këmish të zezë siç ja kërkuam. Dhe ja shikojeni, këmisha nga gjitha anët është. Nuk kam koment, fotoja flet vet. Ta bëjmë provën tjetër. Kësaj radhe kërkojmë kështu. Të ndryshojmë prapavinë. Le të jetë një dhomë festive dhe përplot njerëz përreth meje, duke biseduar njëri me tjetrin. Le të jenë të turbullt. Në lëvizje mos të duken shumë qartë, përqëndrimi apo fokusi i fotografisë më shumë të jetë tek unë dhe ambienti le të jetë sikur të kishte qenë natën, pasi drita që kam në fotografinë time është gjatë ditës. Ta shohim kombinimin. Nuk është skeç rezultati, mirë po si shifet e ka ndryshuar fytyrën time sadopak. Tek sytë është e dallueshme që është montazh. Çfarë do bëjmë? Do ta kopjoj gjithë kërkesën që i dham, do të kthehemi prapa dhe do ta shkruajmë kështu. E gjithë kërkesa që ndron siç ja kemi dhënë, në fund e theksojmë. Mos ndrysho fytyrën apo identitetin
mos ndrysho fytyrën apo identitetin tim, le të qëndroj pamja ime krejtësisht ashtu siç janë, përshtate me ambientin dhe kërkesat e mia. Nuk e di tash, me fjalët tona, sa më shumë mundohemi t'ja bëjmë të qartë, edhe pse mos të harrojmë, jemi duke shkruar në gjuhën shqipe. Po tjetë në gjuhën angleze, mendoj se disa përqind dallon gjenerimi, për arsye se kuptohet në programim prapavi përkthimi i gjuhëve bëhet në mënyrë automatike dhe inteligjenca artificiale ka mundësuar sadopak gjuha shqipe të jetë më e kuptueshme, sepse deri para sa viteve ka qenë shumë e vështirë për ta kuptuar, përkthimi nga Google ka qenë bukfal. Dhe ja, shumë e qartë kërkesa, nuk ka ndryshuar asgjë tek unë, me qenë se e kam theksuar mirë, ka ndryshuar vetëm prapavi. Si ishte, dhe ja ku jam unë i montuar në këtë ambient. Tani, sërish do e lë gjithë kërkesën, do t'i shtojmë. Ndrysho ngjyrat dhe dritën. Bëje edhe më të përshtatshme pamjen time me prapavin, sërish duke ruajtur fytyrën time. Të shohim ndryshimet ko pas kohën, pasi në këtë mënyrë pamja që i shihni nëpër internet, qoftë video apo fotografi që janë shumë të besueshme dhe shumë pak të dallueshme prej videove reale, gjenerohen në këtë mënyrë, duke kërkuar ko pas kohë, kërkese pas kërkese, derisa të vihet tek rezultati që ne dëshirojmë. Kuptohet edhe me mjetet e tjera, jo vetëm me këto platforma. Ka platforma të ndryshme, kineze, edhe jashta Google, jashta Photoshopit, kanë krijuar shumë platforma të ndryshme, me pagesë, falas, të kombinuara, gjeneron fotografi model, pastaj ja jep fotografinë si model një platformës tjetër, i bën kërkesë tjetër dhe atë fotografi mund ta kthesh edhe në video, edhe në lëvizje. Dhe siç po shihet, përveç stilit të flokëve që më ka ndryshuar, 60% duket sikur jam unë. Dhe shumë persona e preferojnë një fotografi të tillë dhe kam mjaft miq në rrjetet sociale që kanë nisur ta përdoren në këtë mënyrë. Deri dje nëse keni dëshiruar një fotograf profesional, sot vetëm me disa kërkesa mund të bëni fotografi të ndryshme të vetvetes. Këto ishin provat me 3 fotografitë e mia dhe për ta bërë të qartë për të gjithë juve se edhe në gjuhën shqipe funksionon kjo gjë tashmë. Tani do t'ju demonstroj diçka që shumë pak njerëz e provojnë apo e prezantojnë si të mundshme. E bukura e inteligjencës artificiale për kreatorët apo për dashamirësit e artit apo qoftë edhe pikturës është kjo që ne mund me fjalët tona të krijojmë krejtësisht një fotografi që nuk ekziston askund dhe kemi krijuar ne me fjalët e tona, sikur ta kemi pikturuar. Deri në këto momente, ajo çfarë bëm ishte përpunim i fotografive që ekzistonin momentalisht. Tani do të krijojmë gjithçka prej zeros. Nuk kemi asgjë, hapim një dritare të pastër, bosh dhe ne kërkojmë kështu. Një peizazh të bukur me pamje të perëndimit të diellit, disa fëmijë në distancë të largët duke luajtur bashk, përreth rrugës një lum i vogël apo një ujvar, ku ta diun, dhe një pamje shumë e bukur e shtëpive përreth peizazhit. Disa fjalë të ndryshme të kombinuara njëra me tjetrën për të arritur një pikturë, të themi, artificiale me inteligjencë.
artificiale. Dhe ja, kjo është rezultati. Ja ku I kemi fëmijët atje larg në distancë, siç I përmenda, ja ku është një lumë këtu duke kaluar dhe ja shtëpi të vjetra. Tani e mbajmë të njëjtën kërkesë. Çfarë bëjmë? T'ja potencojmë në fund bëj shtëpijat më reale dhe të stilit më ballkanik. Ta shohim në këtë formë. Pra mënyra se si mund të përdoret inteligjenca artificiale është jo e kufizueshme. Mirë po fatkeqësisht po keq përdoret në montime të ndryshme dhe për qëllime qesharake, sidomos në TikTok, siç e shohim çdo ditë. Pra çdo kush që e adhuron artin ose dëshiron të krijojë diçka, meqense qëndrojmë gjatë gjithë kohës me teknologji dhe me rrjete sociale nëpër internet, mund të bëjmë gjëra të ndryshme. Domethënë, me një farë forme ta krijojmë një hobi duke shfrytzuar atë që na e shërben koha e tanishme, koha moderne. Dhe ja, siç e kërkova kërkesën, shtëpia t'jenë më ballkanike dhe rezultati është tejet I bukur. Tani do provojmë diçka tjetër. Para se të vi Gemini, Photoshopi ka pas inteligjencën artificiale të vetën. Çfarë mundim ne të bëjmë me Photoshopin deri dje? Ka qenë kjo. Selektojmë një pjesë të fotografisë në vend të modelit të Gemini, tani zgjedhim Firefly të Photoshopit. Ta provojmë këtu të shtojmë një anije ose një urë. Do provojmë një urë, mirë po në gjuhën shqipe. Ka kohë që nuk e kam provuar në Photoshop, ta shohim a do ta kuptoj. Le të shtojmë një urë prej druri për ta kaluar lumin apo ujin. Ta shohim si do t'ja përshtasë fotografisë kërkesën tonë tash inteligjenca e Photoshopit. Për dallim nga Gemini, kjo që unë po bëj selektimin e vendit të fotografisë dhe eksakt në atë vend po kërkoj diçka, këtë mundësi nuk e keni tek Gemini, domethënë Photoshopi dallon në këtë drejtim. Dhe ja ku është ura e drurit. Forma e kësaj nuk përshtatet, por kjo tjetra është fenomenal. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Tek kjo pjesa këto, ose pak ma këndej, ta provojmë kështu. Një aeroplan I vogël duke kaluar. E ja ku e kemi edhe aeroplanin duke kaluar, sapo nuk është se më pëlqen ky rezultat, por e bukura e kombinimit të inteligjencës së Photoshopit me Geminin tash është kjo që ne në Photoshop mund të selektojmë dhe gjenerojmë mbi fotografinë e gjeneruar. Domethënë na shtrohen sikur një pas një elementet që ne I kemi krijuar dhe tash unë vetëm aeroplanin mund ta largoj dhe mund të shtoj diçka tjetër. Ta provojmë kështu. Le të shtojmë një parashut duke kaluar mbi këtë pjesë të qiellit, më saktë për ta kuptuar më mirë. Dhe ta shohim a do t'i përshtatet kjo pjesë. Mënyra e kombinimit të gjërave sot është e pakufishme. Edhe gjithë kreatorët që ju I shihni nëpër internet apo videoklipet muzikore të estradës shqiptare, nëse shihni diçka që është e pakuptueshme apo vështirë realizueshme në realitet, ta dini se është me inteligjencë artificiale. Mund krijohet një frame, një sekond I asaj pamje mund të kombinohet me video për rreth. Gjithçka është e mundur. Ja ku e kemi parashutin që I kemi kërkuar edhe ngjyrat sado pak përshtaten. Ta provojmë tani në këtë pjesë të rrugës. Një fëmijë duke kaluar me biçikletë. Siç mund ta shihni të gjithë,
Në këtë drejtim apo në këtë mënyrë të punës, Photoshopi dallon nga çdo platformë tjetër, pasi deri dje kur nuk ka ekzistuar inteligjenca artificiale, gjithçka që ne prej përvojës e kemi mësuar është shkaku i mundësisë dhe mënyrës dritarës punuese që e mundson Photoshopi. Kemi mjete të ndryshme për prerje, për pastrim të fotografive, për fshirje, për ngjyrosje dhe gjitha ato mundsojnë eksakt dëshirën që ti ke ta bësh në atë fotografi. Dhe ja ku e kemi edhe gjenerimin tjetër që kemi kërkuar në gjuhën shqipe brenda Photoshopit me inteligjencën artificiale të Photoshopit dhe me Gemini. Kaq kisha për këtë video që doja të demonstroja, ta shihni të gjithë se edhe në gjuhën shqipe është e mundur dhe faleminderit për reagimet pozitive në videon e kaluar. Nëse ju pëlqen dhe kjo video, ma thoni në koment. Ndoshta do të vazhdoj me video të tjera, me ide të ndryshme qoftë rreth dizajnit, qoftë rreth përpunimit, montimit të videove. Kohë pas kohe do të mundohem t'ju sjell video të ndryshme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në video të tjera.